Bashkimi i 5 subjekteve politike në një subjekt politik sigurisht që është një hap i duhur, pasi është më mirë për shqiptarët kemi dy blloqe, por problematika të ky bashkim qëndron që sado që duket një bashkim i vonum, shihet që është më shumë një bashkim i shpejtum për të ikur një përçarje të re të këtij koalicioni. Ndër më të mirat nga gjithë kjo e keqe besoj që do të jetë adresimi i kërkesave dhe problematikave të shqiptarëve do të kenë një adresë. Vlerësoj që është një lëvizje pozitive sepse nga diskursi publik u tërhoq një temë e cila imponoheshte dhe e cila konsumonte debatin edhe të qytetarëve, por edhe të opinionit më gjerë politik, duke u marrë me ngrirje, shkrirje, çarje për çarje, aderime, largime. Pra është mirë që përmbyllet një herë si cikël.